Ndoshta keni dëgjuar për Nën Terezën, me siguri. Keni dëgjuar për Bill Clinton, keni dëgjuar për Sokratin, keni dëgjuar për Angela Merkel, keni dëgjuar për Arnold Schwarzenegger, keni dëgjuar për Bill Gates, keni dëgjuar për Einsteinin. Çfarë kanë këta njerëz të përbashkët me njëri tjetrin? E ke menduar ndonjëherë cila është ajo gjë e përbashkët që këta personalitete i bashkon nga njëri tjetri? Ndoshta janë personazhe që kanë qenë në kohën e dur dhe në vendin e duhur, apo ndoshta ata kanë bërë diçka të veçantë në jetën e tyre që i ka çuar ata drejt suksesit. Normale, rastësisht nuk ndodh asnjë. Gjithçka ndodh sepse është e planifikuar të ndodhi për njerëz të ndryshëm. Por këta njerëz të gjithë, duke filluar që nga Nën Tereza, Sokrati, Bill Clinton, Angela Merkel, Arnold Schwarzenegger, Bill Gates, Einstein dhe shumë personalitete të tjera që ti i njeh ashtu sikurse i njoh dhe unë, kanë një të përbashkët që kanë guxuar. Kanë guxuar të bëhen ata që janë bërë. Nën Tereza, për shembull, është bërë e njohur në moshën 84 vjeçe. Ndoshta shumë prej jush mund të mendojnë, ua, në moshën 84 vjeçe të bëhet e njohur, po sa vite ka punuar ajo më përpara për të arritur në atë moment që u bë e njohur. E njëjta gjë edhe me personalitetet e tjera.